Kisha Shëmpjetrit, e njohur si Kisha Sase, u ndërtua nga saset në shekullin e 13. Saset ishin një popullsi gjermane të specializuar në kërkim të zejeve dhe vendoseshin kryesisht afër vendburimeve të zejeve. Ajo ndërtua për shërbesat fetare të këtij komuniteti, i cili u vendos në Trepç. Mendohet se kjo kishë u ndërtua nga mjeshtri dalmat. Kisha ka vlera të veçanta arkitektonike, sepse gjatë ndërtimit të saj u aplikuan dy stile ndërtimi. Muret e saj ishin në stilin gotik, kurse ikonat ishin në stilin bizantin. Bazilika e Shëmpjetrit në Trepç hynte në radhët e bazilikave më të mëdha të kësaj kohe në rajonin e Ballkanit. Për herë të parë kjo kishë përmenden në dokumentet perëndimore në vitin 1303. Saset ishin prezent në Trepç deri në shekullin e 15, kurse kisha doli jashtë funksioni në shekullin e 16. Pushtimi osman çoi në ndryshimin e strukturës së popullsisë në aspektin etnik, po ashtu dhe atë fetar. Në fund të shekullit të 17, për shkak të luftës midis perandorisë osmane dhe Austrisë, kjo kishë mbetet në rënoja. Kisha Sase për herë të parë u konservua në vitin 1967. Aktualisht gëzon mbrojtje ligjore si monument i trashëgimisë kulturore. Vendbanimi ku gjenden ngërmallat e kishës paraqet një pamje piktoreske, me një peizazh malor shumë të bukur. Në këtë vendbanim, përgjatë periudhave të ndryshme, ishin prezent shumë popullsi perëndimore, në mesin e tyre dhe anglezët, të cilët themeluan lagjet e tyre, si dhe zhvilluan jetën kulturore dhe sportive. Nga periudhat e mëvonshme ka mbet objekti kinemas, Muzeu Kristalev, pishina gjysmë olimpike, si dhe një mori objektesh nga kjo periudhë. Koha pas luftës ndikoi dukshëm në braktisjen dhe degradadimin e këtyre objekteve. Vlen të ceket se këto hapësira janë shndruar në atraksione turistike, si dhe janë organizuar aktivitete kulturore nga OJC Fotjangjyr.